e përmeni që autizmi është rregullim neurozhvillimor, po shumica e njerëzve nuk e kuptojnë çka është neurozhvillimore. Në çet kontekst, autizmi është një problem që lind, është një problem që zhvillohet me kalimin e kohës? Është problem që lind, do të fëmia lind me autizëm. Rëndësia e autizmit është identifikimi edhe intervenimi i hershëm. Do të jo domosdoshmërisht të gjithë fëmijët të cilët vuajnë nga autizmi kanë me qenë persona me nevoja të veçanta. A ka ndonjë faktor që nënat e reja duhet me ditë për çështjen e autizmit kur janë shtatzan? A mundën me bëu ato diçka me parandalu autizmin? Fatkeqësia e problemit çrregullimit autistik është problem që nuk ka metodë diagnostikuese, nuk ka metodë skrinuese e cila parasheh ose paradiagnostifikon problematikën në fjalë. Qysh doket një pacient me autizëm? Cilat janë shenjat tipare kryesore që i vren te një pacient i tillë? Çfarë vrehet? Do të në pamjen fizike janë më të mirë se fëmijët me zhvillim tipik, do të rritjen edhe zhvillimin e kanë konform me moshën kronologjike. Çka vret e një fëmijë tani varsisht prej nivelit si është i atakum, çfarë niveli është i atakum autizmi, komponenta e parë e cila bën sytë e fëmijët është mungesa e interaksionit social. Do të qenurit me ty nuk e kanë. Do që kjo është, edhe nëse e kanë vetëm në kontekstin e vetës të parë. Do të nuk e kanë në kontekstin e vetës dytë, tretë. Dhe me thonë, një fëmijë me autizëm ka tërheqje sociale, nuk komunikon shumë, rrin më shumë. Se shumica e pyetjeve që bëhen nëpër rrjetet sociale dhe që i shasht shenjat e autizmit. Për shembull, kur i thuni fëmijës me autizëm e thirr namën, atë përgjigjet. Reagimet mund të jenë më të ngadalshme, apo mund të mos kenë reagime në aspektin e në kuadër të thirrjes së emrit. Do të nuk munden mos me reagu. Munden mos me reagu. Po varet tani se autizmi është spektër, do thotë edhe kur është spektër, atëherë është një laramani e simptomatologjisë brenda spektrit. Do të thonë tani çto në kuadër të spektrit ju i grumbulloni simptomat edhe e vlerëson. Prej një shifre deri në çfarë shifre janë simptomat autistike. Çfarë shenja të tjera përveç mungesës interaksionit social ka autizmi? Do thotë përveç kësaj simptomatologjisë kryesore mund të ketë edhe selektim të ushqimit, do të kanë tendenca të selektojnë ushqime, kanë hiperndjeshmëri në aspektin e senzomotorikës, do thotë hiperndjeshmëri në zhurma, po përveç zhurmave mund të kenë edhe hiperndjeshmëri në aspektin e teksturës, do thotë në veshmbathjeve, mund të kenë hiperndjeshmëri në aspektin e prekjes, do thotë nëse kanë për shembull ftoftë, lagë, botë, mund ta kenë një hiperndjeshmëri që lidhet, gjitha këto lidhen me senzomotorik. Do të thonë, këto simptoma munden me qute një person, munden me tregu që një person mundet me pasu se jo autizëm, po nëse për shembull unë i zgjidh ushqimet, jo domosdoshmërisht nuk kuptohet që kam autizëm apo. Po bashkëqohet edhe me simptomatologjinë tjetër. Do thotë nuk do të thotë vetëm një simptom ta jap ty ta jap simptomatologjinë ose diagnozën e saktë. Do thotë bashkëqohet edhe me simptomatologji tjetër. Përveç kësaj ka edhe simptome tjera. Pse doktorisht shqiptarët e kanë shumë problem kur folet për autizmin? Çfarë ndodh qëto? Mendoj që duhet të vedisohet më shumë popullata jonë, sidomos nëse flasim krahasim me shtete tjera, do të thotë Amerikë, Angli, ata janë më parë se na. Do thotë autizmi, rëndësia e autizmit është identifikimi edhe intervenimi i hershëm. Do thotë jo domosdoshmërisht të gjithë fëmijët të cilët vuajnë nga autizmi kanë me qenë persona me nevoja të veçanta. Do thotë ka mundësi që fëmijët të cilët kanë në kuadër të spektrit të jenë funksional, të jenë fëmijë të pavarur. Mirë po, në këtë drejtim të pavarësisë edhe të funksionalitetit këtyre fëmijëve, na ndihmon intervenimi edhe identifikimi i hershëm i këtyre fëmijëve.